Zonja dhe zotri, mirëprisni prezantimin. Emocionet e rivaliteti po rriten nga nata në natë në skenën e spektaklit më të madh të talenteve në vend. Edhe mbrëmja e 5 e Albania's Got Talent solli surpriza, emocione të forta dhe një sër konkurrentësh që mahnitën publikun dhe jurinë. Nata u hap nga Ambra Marku, e cila me energjinë dhe sigurinë në skenë mori menjëherë duartërkitet e sallës, si dhe votat pozitive të jurisë. Pastaj performuan grupi i valleve nga Mirtita, akrobatet Ebi dhe Paula, si dhe këngëtarja e vogël Ajana Zhaku, e cila impresionoi me vokalin e ëmbël. Një nga momentet më të veçanta ishte paraqitja e gjeniu 3 vjeçar Rohan Zoto. India, vërsa shpejt. Konkurrenti më i vogël i Albania's Got Talent befasoi jurinë përmes aftësive të tij për të identifikuar të gjithë flamujt e botës, duke treguar se në këtë spektakël talenti nuk ka kufi moshe. Mbrëmja kishte në qendër artin në çdo formë të tij, duke sjellë mesazhe të fuqishme emocionale. Juria nuk i kurseu komentet mbështetëse, por as kritikat, teksa përballeshin me sfidën e përzgjedhjes së më të mirëve. 13 konkurrentë u përpoqën të bindnin jurinë, edhe pse jo të gjithë arritën të kalonin më tej. Rrugëtimi i Albania's Got Talent vazhdon. Ndaj për ata që nuk patën mundësi ta ndiqnin spektaklin live, natën e 5 mund ta gjeni në të gjitha rrjetet sociale të Vision Plus.